Më shumë kohë duhet të hyjnë dhe të sistemohen në sallë se sa të konstatojnë atë që prej kohësh është bërë e pritshme. Të mërkurën më 25 qershor, deputetët e zgjedhur të Kosovës dështuan për herë të 37 të konstitutojnë institucionin ligjvënës dhe për këtë u deshën vetëm rreth 2 minuta kohë. Këto përpjekje që prej 15 prillit janë shndërruar në një rit që përsëritet çdo 2 ditë me saktësi të gjatë kronologjike, por pa asnjë rezultat. Fajtorët sipas versionit të secilës janë ata të tjerët. Lëvizja vendvendosje, kryeministri në detyrë Albin Kurti akuzon partitë opozitare për bllokim, ndërsa këto të fundit kundërpërgjigjen me akuza për papërgjegjësi. Ngjarja duket se ka humbur dhe vëmendjen publike, nuk është më kryelajm, as nuk ka tituj. E pragun e rëndësisë padyshim se nuk e kalon as në agjendat globale. Përveç ndonjë thirrje të shpejtë për zgjedhje, vëzhguesit tanë thonë se bota e ka përqendruar vëmendjen tek sfidat më urgjente, nga lufta në Ukrainë deri te konfliktet në lindjen e mesme. Mund të ketë pjesë të ashpra të aparatit shtetëror në vende si Britania apo Gjermania që janë të vetëdijshme për problemin në Kosovë, por ato nuk arrin të tërheqin vëmendjen e vendimarrësve të lartë. Pa angazhimin e tyre është e vështirë të ushtrohet presion mjektor për të shfryrë përpara ndonjë progres, thot për Radio Europën e Lirë James Kerr Lindsay, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës. Ndër zërat që bjen në kontrast me hershjen e përgjithshme ndërkombëtare është ai i ambasadorëve të vendeve të Quint, SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Italisë dhe Francës, të akredituar në Prishtinë. Në disa raste ata i kanë rikujtuar politikës kosovare detyrimet kushtetuese dhe domosdoshmërinë për të funksionuar institucionet. Më i fundit që ka reaguar ka qenë ambasadori gjerman në Kosovë, John Roth, dhe jo vetëm një herë. Në një postim publik më 25 qershor ai përsërit shqetësimin e tij për bllokadën politike, duke theksuar se Kosova ka nevojë për institucione funksionale tani. Sipas tij, qytetarët presin udhëheqje dhe jo më një ngërç politik. Është koha që deputetët e zgjedhur të veprojnë në interes të Kosovës, vendi i parë politik, partijake e dyta, tha Roth. Për Keir Lindsay, bara më e madhe Bjemi Kurtin, i cili si udhëheqës i partisë më të madhe dhe kryeministër në detyrë, duhet të bëjë hapin e parë drejt kompromisit, por pritshmëritë e tij janë të ulta. Ai thotë se Kurti perceptohet me shumë se faktor, që e pengon dialogun sesa si forcës që jep zgjedhje. Sipas tij, ky imazh i lë vendimarrësin ndërkombëtar në një pozicion më të tërhequr. Për më tepër, thotë se Kurti ka sfiduar shpesh dhe kërkesat e vet atyre, qoftë për veprimet në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, qoftë për qëndrimet e ngurta në dialog për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë, dhe kjo pastaj ka dëmtuar besimin ndaj tij si lider, me vullnet të mirë dhe përgjegjësi politike.